Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjalt me arra, receta që bën mrekulli për shëndetin dhe kuron këto sëmundje. Mjalti me arra janë dy ushqime që jo vetëm plotësojnë, por edhe përmirësojnë vlerat e njëri tjetrit. Ky kombinim nuk kërkon një lloj specifik mjalti për sa kohë të jetë cilësor. Megjithse mjalti gërtenjës ofron nivelin më të lartë të antioksidantëve, kombinimi i arrave me mjaltin ka vlera të mrekullueshme. Ul tensionin e gjakut. Rekomandohet që të përdorni 100 gram arra dhe 100 gram mjalt çdo ditë për 45 ditë me radhë. Siguroni që të keni furnizim të bollshëm të këtyre produkteve dhe mbani mend që arrat kanë një efekt laksativ. Ndihmon gjithashtu me anemin edhe me gjakun. Përzini 500 gram mjalt me 500 gram arra të grira dhe gjithashtu lëngun e një limoni. Sipas preferencës mund të shtoni deri në 3 limon. Vendoseni masën më pas në një enë qelçi. Merrni nga një lugë gjelle 3 herë në ditë, gjysmore përpara çdo vakti. Mjalti me arra t'i japin forcën e duhur imunitetit. Mund të merrni sasi të barabarta të mjaltit dhe arrave dhe t'i përzini së bashku. Shtoni copa limoni ose thjesht lëng limoni. Me këtë recetë zakonisht përdoren arra të njoma, por në vende të ndryshme përdoren edhe arrat e pjekura. Piqeni arrat në furrë në një temperaturë prej 150 gradë Celsius për disa minuta. Shija e tyre do të shumë fishohet dhe nuk do t'ju pritet që të konsumoni më shumë. Mjalti me arra bën mrekulli për gjallërinë tuaj fizike dhe shpirtërore. Në shumë vende kjo përzierje magjike përdoret edhe për dhënje energjie për aktivitet fizik, si dhe në disa krahina të vendit. Mjalti me arra kombinohet me kosin e ftohtë, sidomos atë të zënë në kushtet e shtëpisë, dhe përbën një ëmbëlsirë natyrale të pazëvendësueshme nga asgjë tjetër. Stimulon prodhimin e testosteronit tek meshkujt dhe estrogenit tek femrat. Mjalti me arra përmirëson energjinë, qarkullimin e gjakut dhe forcën gjatë aktiviteteve fizike. Arrat me mjaltin janë një kurë fantastike e cila mundet që të zvogëloj përdorimin e mjekimeve farmaceutike. Ky kombinim i jep organizmit tuaj vitaminat, mineralet, proteinën, yndyrrat dhe karbohidratet e nevojshme. Mjalti me arra lehtëson në dhimbjen e kokës. Ky kombinim shëron në dhimbjen e kokës, ndaj në vend që të merrni ilaçe, konsumoni 1 deri në 2 lugë gjelle me mjalt dhe arra në ditë. Kjo recetë do t'ju vi juve në ndihmë edhe nëse vuani nga pagjumësia ose probleme si ulçëra në stomak. Merrni 20 gram arra të grira dhe hidheni në ujë të valuar. Kullojeni dhe kështu do të përfitoni një lëng të ngjashëm me qumshtin. Shtoni 2 lugë me mjalt dhe pini 2 deri në 3 lugë gjelle çdo gjysmore përpara çdo vakti. Shkencëtarët kohë më parë kanë treguar që përmbajnë dozë të mëdha të vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme, kështu që ato veprojnë pozitivisht në organizmin e njeriut. Ndërkaq përbërja e tyre ndihmon që ju të shëroheni nga shumë sëmundje të rrezikshme. Për të përmirësuar punën e organeve të brendshme dhe të gjithë sistemit, do të duhet që më shpesh ju të hani mjalt me arra. Do t'ju bëj dobi edhe nëse jeni nën stres emocional apo nëse punoni punë të rënda fizike. Kur ham rregullisht mjalt dhe arra, në organizmin ton ndodhin këto ndryshime. Nëse keni vuajtur nga dhimbja e kokës, kjo do t'ju ndihmojë në përmirësimin e saj. Normalizon punën e sistemit të tretjes. Për të zgjidhur problemin me kapllokun, më shpesh hani këtë përbërje të ëmbël. Ndihmon gjithashtu edhe në këndelljen e shpejtë nga lindja. Mjalti me arra janë të pazëvendësueshme për shëndetin e zemrës sepse ato përmbajnë substanca të cilat përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Për forcim të imunitetit, mjafton që për ditë ju të hani një sasi të vogël të kësaj përbërje. Mjalti me arra stabilizojnë çrregullimet metabolike.
rekomandohet që të hani më shumë artikuj të tillë gjatë punës intensive të trurit, të cilat përmirësojnë përqendrimin. Arrat të gjithashtu duket se janë tepër të rëndësishme, duke qenë se ato rrisin përqendrimin dhe gjatë periudhës dimërore kur imuniteti juaj do bësohet, trupi bëhet edhe më i ndjeshëm ndaj infeksioneve apo sulmeve të virozave. Mirë po, kjo përbërje do të forcojë organizmin tuaj dhe do të ruajë tërësisht shëndetin tuaj ndaj çdo sëmundje. Mjalti me arra mundet që të quhet si një nga ilaçet më të mira natyrale dhe është i aftë që të trajtojë disa sëmundje. Për këtë arsye, ky kombinim i siguron trupit tuaj të gjitha vlerat e tij thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe gjithashtu karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është njëkohësisht shumë e thjeshtë. Ju duhet që të përzini gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjalt të papërpunuar. Ju gjithashtu mundet që t'i shtoni edhe lëng limoni. Këtë përzierje duhet ta konsumoni 3 herë në ditë përpara 3 vakteve dhe gjithashtu ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbje të kokës, ulçërat e stomakut, lodhjen kronike, pagjumsinë, sklerozën e të tjerë. Përveç se ju jep ju të gjitha vlerat ushqyese, kjo përzierje ju përshpejton metabolizmin dhe përpastoj ju ndihmon që të bini nga pesha. Arrat e gjelbra dhe të pabëra ofrojnë vlera vërtet e rëndësishme për shëndetin. Prandaj ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë ndodh kur ju bashkoni arrat e gjelbra me mjalt. Ju do të arrini të përgatisni një shurup me vlera të mirëfillta shëndetësore. Ky kombinim i fuqishëm krijon një mirëqenie fizike dhe energjike. Ai gjithashtu rrit aktivitetin tuaj hormonal, ka efekt pozitiv dhe ndihmon fort për problemet e tiroides, rikthen qelizat dhe neutralizon helmet në organizëm. Arrat e gjelbra të freskëta përmbajnë sasi të mëdha të vitaminës C, jodit dhe shumë vitaminave të tjera. Me arrat e gjelbra të pabëra përgatitet një shurup mirëbërës me mjalt i cili vlen për personat me probleme tek tiroidet. Ky kombinim i vlerave të arrave të pabëra u serviret edhe fëmijëve me fizik të dobët dhe me imunitet të ulët. Një tjetër përdorim shurupi me arra të pabëra me mjalt ka edhe tek personat anemik. Kur kombinohen me mjalt, arrat e gjelbra të pabëra kanë efekt pozitiv në rastin e anemisë dhe nxisin pastrimin e mëlçisë, stomakut dhe gjakut. Ky shurup është gjithashtu i dobishëm edhe për gjendrën e tiroides dhe funksionet e saj, sëmundjet e fytit dhe rrugëve të frymëmarrjes. Shurupi vlen sidomos për bronkitin. Shurupi me arra të gjelbra dhe mjalt gjithashtu përmirëson sistemin tuaj imunitar, lehtëson problemet e shkaktuara nga poleni, menopauza, obeziteti dhe sëmundjet kronike të frymëmarrjes. Si ta përgatisni? Përbërësit që do t'ju duhen janë 40 arra të gjelbra të freskëta, 1 kilogram mjalt cilësor. Përdorni doreza kur prisni arrat e reja në mënyrë që të mos ngjyrosni gishtat. Lajni arrat e reja mirë, më pas thajni dhe pritini në 4 pjesë. Vendoseni të gjitha pjesët e prera në një enë të madhe xhami dhe shtoni mjaltin. Mbylleni enën mirë dhe lëreni në një vend me diell për 1 muaj. Tundeni dhe rrotullojeni enën kokposht një herë në javë. Arrat do të çlirojnë përmbajtjen e tyre shëruese duke i dhënë mjaltit një ngjyrë të errët. Gjithashtu, sapo të përfundoj periudha prej 1 muaji, ju duhet të hiqni pjesët e arrave nga ena. Lëngu që përftohet është shërim për organizmin. Ruajini shërupin në një zonë të errët dhe të freskët. Gjatë ditëve të nxehta mund ta ruani dhe në frigorifer, por jo në ngrirje. Doza për të rriturit është 1 lugë çaj në ditë, mundësisht në mëngjes në stomakun bosh. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!